Ndryshimi i qeverisë, por sidomos i pushteteve në Shqipëri, shoqërohet rëndom me largimin e punonjësve të administratës, duke u zëvendësuar me njerëz më të devotshëm për partinë e pushtet. Ndërkohë që ky proces as pak normal përfshin mijëra njerëz, shumë pak prej tyre kthehen në kazuse politike dhe marrin vëmendje të lartë deri në arenën parlamentare. Një rast i tillë është Elda Kalaja. Zonja Kalaja ishte sekretare e përgjithshme e Ministrisë së Infrastrukturës gjatë mandateve të qeverisë Berisha II, deri në fund të vitit 2013. Pasi pushteti kaloi në dorën e koalicionit të majtë të asaj kohe, i përbërë nga Partia Socialiste e Edi Ramës dhe Lëvizja Socialiste për Integrime Ilir Metës, nisi një proces largimi masiv i zyrtarëve të lartë që kishin punuar me qeverinë e djathtë. Një ndër vendimet e para që mori Ministrja e Integrimit në atë kohë, Klajda Gjosha, ishte largimi i Elda Kalajas nga posti i saj i lartë në këtë institucion. Shkarkimi nga detyra i zonjës Kalaja u kthye në një kazus nga Partia Demokratike në opozit. Për gjatë të gjithë muajit shtator 2014, deputet demokrat akuzuan qeverinë e re se e kishte shkarkuar Elda Kalajan nga detyra vetëm për arsye politike. Situata u acarua shumë dhe opozita e shndroi rastin e zonjës Kalaja në një shkak për të bllokuar seancat parlamentare. Nxehtësia e debateve politike për një emër të vetëm detyroi kryeparlamentarin e asaj kohe Ilir Meta që të bënte një lëvizje zbutëse. Kuvendi organizoi një konkurs dhe emëroi zonjën Elda Kalaja në pozicionin e këshilltares në shërbimin e parafrimit të legjislacionit me Bashkimin Evropian. Ndërkohë, zonja Kalaja qëndroi në detyrën në parlament deri në fund të mandatit të Metës si kryeparlamentar në vitin 2017. Në qeverinë Rama 4, emri i zonjës Elda Kalaja rikthehet sërish në majën e administratës qeveritare. Ajo tashmë është emëruar shefe e kabinetit të ministres socialiste të shëndetësisë, Evi Sala.